Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala deklaroi se qeveria miratoi vendimin për ngritjen e institutit të parë të tumoreve në Shqipëri. Në daljen publike për gazetarët pas mbledhjes së qeverisë, Sala bëri të ditur se instituti do të ketë 3 fusha kryesore veprimi. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universiteti Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Duke qenë se instituti do të jetë pjesë e rrjetit europian, organizatës europiane të qendrave shkencore onkologjike, do të kemi mundësi që të përfitojmë fonde europiane për inovacion, si në barna, po ashtu edhe në teknologji. Ministria Sala theksoi gjithashtu se përmes përfshirjes së institutit në organizatat europiane të qendrave shkencore onkologjike, Shqipëria do të ketë mundësi të përfitojë fonde evropiane për inovacionin, si në fushën e barnave, ashtu edhe në ato të teknologjisë. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë edhe si bërtham për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.